2 vjet fer për t'i shpëtuar martesës me 70 vjeçarin, historia drithoruese 14 vjeçares që trazoi rjetin. Një vajzë afgane është mbajtur për 21 muaj në një burg të talebanëve pasi refuzoi të martohej me një komandant të fuqishëm lokal, në një rast që ka shkaktuar reagimet forta nga organizatat për të drejtat e grave. Bibi Sediqe, e cila aktualisht është 17 vjeç, u burgos kur ishte 14 vjeç pasi kundërshtoi martesën me Maulavi Kadaj Nazar, një komandant rreth 70 vjeç në provincën Badghis. Sipas raportimeve të mediave afgane dhe shoqatës revolucionare të grave të Afganistanit, Rava, vajza ishte detyruar të zhvendosej në shtëpinë e komandantit kur ishte vetëm 12 vjeç. Shkak dyshohet se ishte një borxh që baba i saj kishte ndaj komandantit. Komandanti dyshohet se përdori kërcënime dhe presion të armatosur ndaj familjes për të siguruar pëlqimin për martesën. Megjithatë, vajza e refuzoi. Sipas raportimeve, një gjykatë talebane fillimisht vendosi lirimin e saj, por Kodja Nazar dyshohet se ushtroi presion mbi një gjyqtar në provincën Badghis për transferimin e çështjes në një gjykatë tjetër. Gjatë qëndrimit në paraburgim, ajo dyshohet se është torturuar në përpjekje për ta detyruar të heqë dorë nga kundërshtimi i martesës. Sipas burimeve të cituara nga Rawa, trajtimi ka shkaktuar trauma të rënda psikologjike. Nëna e saj gjithashtu raportohet se ka pësuar probleme serioze shëndetësore si pasojë e situatës së vajzës. Burimet thonë se autoritetet talebane kanë propozuar së fundmi një kompromis sipas të cilit Bibi do të martohej me komandantin për 3 ditë. Familja e saj megjithatë pretendon se nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret për zgjidhjen e çështjes dhe se nuk është krijuar një komision i pavarur për hetimin e saj. Rasti ka rikthyer në vëmendje akuzat për martesat e detyruarave të vajzave në Afganistan që prej rikthimit të talebanëve në pushtet në vitin 2021. Në vend ekziston edhe praktika tradicionale njohur si Bad, ku vajzat u jepen familjeve të tjera për të zgjidhur konflikte ose borxhe, edhe pse kjo praktikë u ndalua me ligj në vitin 2009. Aktivistët thonë se ajo është rikthyer në disa zona nën kontrollin e talebanëve. Organizatat për të drejtat e grave kanë paralajmëruar vazhdimisht për kufizimin e të drejtave të grave dhe të vajzave në Afganistan, përfshirë arsimim, punësim dhe lirinë e lëvizjes. Aktivistja britanike për të drejtat e grave, baronesha Elena Kennedy, e ka përshkruar situatën si apartheid gjinor, duke bërë thirrje që Britania dhe vendet që kanë kontakte me talebanët të ushtrojnë presion ndaj autoriteteve afgane. Ndërkohë, talebanët kanë vazhduar të konsolidojnë pushtetin në Afganistan, ndërsa organizatat ndërkombëtare dhe aktivistët për të drejtat e njerëzit vijojnë të denoncojnë politikat e tyre ndaj grave dhe vajzave.